Bajrami pa nënën. Ishte nata e fundit e Ramazanit. Në shtëpinë e vogël në fund të lagjes, diçka dukej e qetë, por brenda saj kishte një zbrasti që nuk mbushej dot me asgjë. Ardi rrinte ulur pranë dritares, duke parë dritat e qytetit që vëzullonin si yje të shpërndarë në tokë. Dikur, kjo natë ishte më e bukura për të. Nëna e tij do t'i përgatiste ëmbëlsira deri vonë, aroma e baklavas për hapin nëpër shtëpi, dhe zëri i saj i butë i jepte jetë çdo çoshjeje. Por këtë vit, diçka ishte ndryshe. Ishte Bajrami i parë pa nënën. Ai e mbajti frymën thellë dhe mbylli sytë. Në mendje i erdhi zëri i saj. Mos haro, biri im, Bajrami nuk është vetëm rroba të reja. Bajrami është zemra e pastër dhe falja. Ai buzëqeshi lehtë, por buzëqeshja ju thye shpejt. Mëngjezi i Bajramit erdhi pa zhurmën e zakonshme. Nuk kishte kusht asgjënte me përgdheljen e butë në flok. Nuk kishte kusht i thoshte: "Qohu, shpirti i nanës, erdhi dita më e bukur." Ai u zgjua vetë. Heshtja ishte e rëndë. Në kuzhinë, tryeza ishte rregulluar thjesht. Babai i tij kishte bërë çmos, por mungesa e saj ndihej në çdo detaj. Nuk kishte atë dorën e ngrohtë që i jepte shpirt çdo gjëje. "Gëzuar Bajramin, bir," tha babai me zë të ulët. Ardi vetëm pohoi me kokë, nuk mundi të fliste. Kur u kthyen nga xhamia, rrugët ishin plot me njerëz që përqafoheshin, qeshnin dhe ndanin gëzimin, por për Ardin kjo buzëqeshje dukej shumë e largët. "Nën!" bërtiti ai dhe u hodh në krahët e saj. Ardi ndaloi për një moment. Sytë ju mbushën me lot. Ai kujtoi veten çdo Bajram si vraponte drejt nënës së tij, si e përqafonte fort dhe ajo i thoshte: "Mos u rrit kur kaq shpejt." Ai uli kokën dhe vazhdoi rrugën. Kur hyri në shtëpi, sytë i shkuan drejt një shalli të nënës që ende varrej në karrige. Askush nuk ishte guxuar ta heqte. Ai u frua ngadalë, e mori në duar dhe afroi pranë fytyrës. Aroma e saj ende aty. Dhe në atë moment, zemra ju thye: "Nan," po shpëriti ai, dhe lotët i rrëshqiten pa ndalur. Ai u ul në tokë duke mbajtur shallin fort, sikur po përqafonte vetë atë. "Pse ike? Pse pikërisht tani?" Zëri i tij u shua me dhimbjes. Ora kalonte, por dita nuk kishte atë ngrohtësi që kishte pasur dikur. Vizitorët erdhen e shkuan, urimet u than, por brenda Ardit ishte bosh. Në një moment ai vendosi të dalë, pa i thënë askujt, u drejtua për nga varrezat. Rruga dukej më e gjatë se zakonisht. Çdo hap ishte i rëndë. Kur arriti, po shumë njerëz që kishin ardhur të vizitonin të dashurit e tyre. Ai e gjeti varrin e saj, i pastër dhe i qetë. Ai ul pranë tij për disa sekonda dhe nuk foli, vetëm shikonte. "Erdha nan," tha më në fund, me një zë që mezi dëgjohej. "Erdha për Bajram, si gjithmonë, vetëm se këtë herë ti nuk je." Lotët i ranë mbi dhe. "E di, gjithmonë më thoje të mos çaj, të jam i fortë, por sot nuk mundem." Ai vendosi dorën mbi varr. Më mungon shumë." Era fryu lehtë, sikur po përkdhelte atë vend. Ardi mbylli sytë për një moment, ndjeu sikur ajo ishte aty, sikur po i buzëqeshte, sikur po i thoshte: "Mos u trishto, unë jam mirë dhe dua të shoh ty të fortë." Ai mori frymë thellë. "Do të mundohem, nan. Betohem. Do të mundohem." Ai qëndroi gjatë aty, duke folur me të, duke kujtuar çdo moment. Pastaj, para se të largohej, tha: "Gëzuar Bajramin edhe atje ku je." Dhe për herë të parë atë ditë,
buzëqeshi me dhimbje, por edhe me një lloj paqeje. Kur u kthye në shtëpi, diçka kishte ndryshuar brenda tij. Dhimbja ishte aty, por nuk ishte më aq e rënd. Ai hyri në kuzhinë dhe pa babain ulur vetëm. U afrua dhe e përqafoi fort. Babai u habit. "Çfarë ke birë?" "Na mungon," tha Ordi. Babai uli kokën. "Po, shumë." "Por ajo nuk do të donte të na shehte kështu," vazhdoi Ordi. "Ajo gjithmonë donte që Bajrami të ishte ditë gëzimi." Babai e pa në sy. "Ke të drejtë." Atë pas dite, për herë të parë, ata u përpoqën të rikrijonin pak nga atmosferat e dikurshme. Jo si më parë, por mjaftueshëm për të ndjerë se ajo ishte ende pjesë e tyre. Ordi shpërndau disa ëmbëlsira të fqinjit, siç bënte nëna çdo vit. Një grua e moshuar i tha: "Nonën e ke pasur flëri, Allahu e mëshiroft." Ai buzëqeshi: "Amin." Në mbrëmje, kur dita po mbaronte, Ordi u kthye sërish te dritarja, por këtë herë nuk ndihej aq zbrazët. Ai kuptoi diçka. Bajrami pa nënën nuk ishte fundi i gjithçkaje. Ishte një fillim i ri, një mënyrë tjetër për ta jetuar, duke e mbajtur gjallë atë zemër, sepse ajo nuk ishte zhdukur. Ajo ishte në kujtimet e tij, në fjalën e saj, në çdo gjë që ai do të bëhej. Ai ngriti duart në lutje: "O Zot, më jep forcë dhe fale nënën time. Jepi dritë në varr dhe bëje që një ditë të takohemi sërish." Lotët i rrëshqiten, por këtë herë nuk ishin vetëm dhimbje, ishin edhe shpresë. Dhe kështu, Bajrami i parë pa nënën nuk ishte më vetëm një ditë pikëllimi. Ishte një ditë që i mësoi se dashuria nuk vdes kurrë, se edhe kur dikush largohet, ai mbetet në zemër për gjithmonë.